është shumë e drejtë, ajo skeme re në rast se do të bëhet, siç është paralajmëruar prej më shumë se 2 vitesh, ndryshon disa rregulla në mënyrën e pensioneve, duke filluar që nga vitet e punës, që pritet të rriten vitet e punës të domosdoshme për të dalë në pension, të rritet mosha e daljes në pension, ose të afrohet. Ne kemi që mosha e daljes në pension burra gra 67 vjeç, të ndodhë në vitin 2056. Me reformën e re, që është edhe kërkesë e Bashkimit Evropian për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, duhet të afrohet. Pra, barazimi mos të ndodhë në vitin 2056, por të ndodhë diçka më herët. Absolutisht, jo në vitin 2030, kur kemi ne objektiv për të futur në BE, por diçka me faza pak më të përshpejtuara. Dhe do të thotë që me reformën e re pritet të rritet mosha e daljes në pension si për burrat ashtu edhe për gratë. Gratë momentalisht mos gaboj dalin ime më ka dalë përpara disa muaj, 61 vjeçë pak muaj diçka tani në mos gaboj asun 62 vjeçë e 10 muaj është. Po, sepse ndoshta ndryshon pak vit pas çdo vit shtohet me 2 muaj, kurse burrave është fiksuar mosha në 65 vjeç dhe nga viti 2030 rritet me çdo vit 1 muaj. Në mënyrë që të shkohet tek barazimi i moshës. Tani parashikohet që të ndryshojë edhe kjo formulë, le të themi se si bëhet për llogaritja e viteve të punës dhe e moshës për dalë në pension. Një tjetër ndryshim që pritet do të kesh më shumë vite pune për dalë në pension, le të themi është një vështirësi për realitetin e tregut shqiptar apo? Tani, në rast se do të flasim për kushtet aktuale, nuk duhet ishte vështirësi, sepse presupozohet që ne jemi një shtet që kemi kaluar në demokraci ka më shumë se 3 dekada, punojmë jo në informalitet, jemi të regjistruar dhe praktikisht në rast se sistemi do kishte funksionuar që kur dolëm në demokraci, 30 vitet e punës gja ishin të ezauruara. Është vështirësi për atë kategori që nuk është deklaruar. Pra, që ka punuar ka shumë vite në të zezë, po ashtu kjo skeme re normalisht do të bazohet përsëri në kontribute dhe në vite pune, është po ashtu e vështirë për atë kategori të punësuarish që nuk e kanë pagën të deklaruar, pra marrin një pjesë në dorë dhe një pjesë në bank, por një tjetër element që do të shtoja tek ndryshimi që do të pësoj skema e pensioneve, të paktën në diskutimet paraprake që janë bërë, ka të bëjë edhe me pensionin social. Pra që është pensioni që përfitojnë të gjithë qytetarët pasi mbushin 70 vjeç dhe nuk kanë plotësuar 15 vite punë. Parashikohet, ose të paktën është diskutuar që edhe kjo kategori të mos marrë një pension a priori, pra vendose që do të marri 70-80.000 lekë të vjetra, por të edhe kjo kategori ta ketë të bazuar vlerën mujore në bazë të disa viteve që mund të ketë, që mund mos jenë 15, por janë 14. Edhe mos janë 13. Çon si ka, pra parashikohet që të shkohet edhe në këtë drejtim. Pritet që të ketë edhe një ndryshim në mënyrën se si bëhet indeksimi, jo indeksim të diferencuar, sepse do të ishte e pamundur, të paktën sipas diskutimeve paraprake, sepse pensioni është personal dhe duheshin disa kategori indeksimesh për t'ju përgjigjur nevojave që ka një qytetar, por të paktën pritet që pensionet suplementare të mos përfitojnë, ose është diskutuar që të mos përfitojnë nga indeksimi, që ndodhë çdo muaj tetor. Paktën këto janë diskutimet e para. Ata që janë dhe diçka të fundit të çështja e pensioneve që ka dhënë rrjedhim të madh, ata që janë aktualisht, le të themi në këtë kategori që marrin pension, kjo skemë re u prek diçka, u ndryshon diçka, dhe gjithmonë çdo kush do donte apo do shpresonte që le të themi merret të përfitonte pak më shumë. Kjo është e mundur apo është për ata që pritet dalin në pension? Kto që janë aktualisht vështirë se të përfitojnë diçka nga masat që do të merren nga ajo reformë e pensionit. Por, duke qenë se skema prek të gjithë hyrësit ose të gjithë qytetarët që do të futen në skemë, dhe të gjithë ata që nuk do të futen direkt në skemë, por që janë në tregun e punës, normalisht duke shtuar vitet e punës, duke vendosur edhe kushte më të vështira, le të themi më të forta për ta kontrolluar skemën e sigurimeve, rriten automatikisht kontributet dhe përpasoj mund të ketë edhe rritje sepse problemi aktual që ne kemi andi është fakti që për të shlyer 100 pensione punon 117 qytetarë. Që është shumë pak. Të paktën duhet të ishin 250 që skema të ishte, le të themi, e shëndetshme. Vitin 2026 pritet të thellohet akoma më shumë kjo diferencë, sepse do punoj 114 qytetarë për të shlyer 100 pensione. Dhe duke këto janë, le të themi, edhe faktor demografik edhe emigrimit, të cilët sfundmi janë ngritur si shqetësim edhe nga Banka e Shqipërisë, e cila kërkoi me domosdoshmëri që të ndërhyet në skemën e pensioneve. Pse jo edhe për të fuqizuar shtyllën e dytë dhe për t'i dhënë më shumë interes shtyllës së tretë. E dyta për ta bërë të detyrueshëm një pension privat, dhe e treta për të shkuar vullnetarisht tek pensionet private që
ka numra që kanë lidhur pension privat, por janë në shifra ende të vogla. Pra, përflitet për 40.000 pensione private aktualisht. Po, e kuptoj. Dhe diçka të fundit, le të themi të përgjithshëm, sepse fatkeqësisht koha fluturon. Çështje tjera që parashikohen në buxhetin e vitit të ardhshëm, nëse këtu mund të përfshihen, nuk di ky rimbursimi